Uta, çka s'mundet me kuptu dikush për Everestin, derisa ta priton vetë. Ngjitjet në për ekspedita 8000 metra, për shumë njerëz janë pa kuptim ta. Për shembull, shumë njerëz na thojnë, qysh po shkoni atje me hek, se na normal që hekem atë. Unë edhe Petritit i kom thonë, derisa kena shku atje, njerëz se ja kom bot madhe. Po kur kemi shku atje, i kom thonë qëre Petrit. Procesi i aklimatizimit, se na i kena disa faza atje, i bojnë aklimatizimin, ku shkon poshtë nalt disa herë, për me adaptu trupin në mungesë të oksigjenit. Edhe i kom thonë, aklimatizimi është i munimshëm. Do me thonë, në maj 8000 metra, ti normal që knaqesh ka pak, po kryesisht kime hek. Do me thonë, nuk flen, ushqimi është i limitum, tualetet janë gjithka të frira, na kullnaja ftoft, kime fjet, na kullnaja ku me ditë sa ko, do me thonë, nuk flen, rahat. Zakonisht nuk flen, mbi 6000 metra është tepër vështirë me flejt, për shkak mungesës oksigjenit. Edhe, do me thonë, kur i menon krejt sfidat edhe krejt hjekat, tani është pyetja pse e bojna këtë sen. Personalisht për mu është pjesë e jetës. Unë, do me thonë, unë e di që kom kthy prapë në shtator, e di që kom kthy prapë vitin e ardhshëm, e di që kom kthy gjithmonë. Përpara kom shku për veti, tash kom shku për me punu. Sepse tash unë jam mësu edhe për mu që ajo është jeta. Për të parë epizodet e plota të As Travel Stories, mjafton të bëni subscribe në kanalin tonë zyrtar në YouTube.